Përshëndetje miq. Jemi këtu në Dritare TV. Takimi ynë gjithmonë ndodh këtu në Dritare Televizion. Sot do bëjmë ca biskota fantastike dhe fare të thjeshta. Përbërësit janë këto që do ua tregoj Fabi tani një e nga një. Mielli, i cili është integral, patjetër, vaju lirit, mjalti, veza dhe pastaj pak maja për t'i fryrë këto biskotat. Tani, do ju shpjegoj çfarë është ky miell integral për të gjithë ata që nuk janë edhe aq të afërt me kuzhinën. Mos u trembni fare, është thjesht miell me krunde ose me atë cipën që mbështjell kokrën e grurit. Pra nuk është pastruar, nuk është vetëm pjesa e bardhë, e cila në fakt kur është ai miell i bardhë i cili quhet 00, çfarë bën ai? Çfarë ka ndryshe nga miellet e tjerë, mielli tjetër? Ka aftësitë për të rritur, për të fryrë, megjithatë vlerat ushqyese janë më të ulta. Nëse kemi të bëjmë me miell integral, vlerat ushqyese janë më të larta, kemi më tepër proteinë, e shumë të tjera hekur dhe janë edhe më të ushqyeshme pra. Unë dua këshilloja që këto biskota t'ua jepni edhe fëmijëve. Nuk ka asnjë gjë të keqe që t'i konsumojnë edhe ata. Pse? Sepse nuk ka sheqer artificial. Kemi vetëm mjalt i cili na bën shumë mirë. Çfarë na duhet për këto biskota? Mjetet e punës janë një lugë druri që do të rrezojmë, tasti ynë i qelçi që ju ta shihni mirë se çfarë ka këtu dhe tava pastaj se ku do të vendosim biskotat mbasi t'i kemi përgatitur. Atëherë, direkt hedhim vezën. Një kokër vezë duhet. Super të thjeshta. Vezën. Këtu kemi 3 lugë mjalt. Ne kemi matur më herët. Është ftohtë këto ditë në Tiranë. Edhe ne, edhe mjalti ka ngrirë. Ja pra. 3 lugë mjalt, të cilat do të bashkohen këtu me vezën. Nuk është se ka nevojë për ndonjë rrahës elektrik, gjithçka mund të bëhet edhe me dorë. Ja, në kontakt me vezën edhe mjalti filloi tani të shkrijë. Por duke qenë se kishim 3 lugë eksakte, unë do t'a pastroj mirë këtë tasin, sepse na duhet edhe kjo sasia e vogël që ka mbetur këtu dhe në fakt nuk ishte edhe aq e vogël, shikoni. Pasi kemi përzierë mirë vezën me 3 lugë mjalt, atëherë është momenti që ne të shtojmë përbërësin tjetër dhe atë kryesorin, i cili është mielli integral. Këtu kemi 200 gram miell integral. Ja kështu një herësh të gjithin, s'ka asnjë problem. Dhe njëkohësisht do shtojmë dhe një lugë kafeje, një lugë të vogël pra, me maja ëmbëlsirash. Nga ajo e bardha baking powder siç njihet. Mjafton një lugë kafeje. Kaq. Tani vazhdojmë me përzijem me lugën e drurit gjithmonë. Dhe do shtojmë përbërësin e fundit, por jo më pak të rëndësishëm, që është vaj i ullirit. Sa më të mirë ta keni vajin e ullirit, në fakt të gjithë përbërësit duan të mirë, lënda e parë është kryesorja. Sa më i mirë të jetë, aq më mirë do dalin dhe biskotat. Duan 8 lugë vaj.
Dhe fundit 8. Okej. Tani jemi në rregull. Vazhdon përzierja. Atëra, ky brum do të jetë i butë. Ja do e shihni tani se si bëhet. Dhe nuk mund të përdoren, vërtet janë biskota, por nuk janë nga ato biskotat që ju mund të përdorni forma, ose t'ja prisni me thik. Jo, nuk do të vendoset as në frigorifer, që të forcohet, thjesht do t'a vendosim në një qese pasticcerie. Ose nëse s'keni të tillë në shtëpi, thjesht me lug do t'a vini për të pjekur në një tavë. Unë kam marrë qesën e pasticcerisë, do t'a vendosim të ajo, dhe do bëjmë ca si shkopa të hollë të vegjël, sepse pastaj biskotat kanë aftësinë të fryen kur janë në furrë. Ja pra. Ky është edhe brumi i biskotave integrale me mjalt. Është në këtë trajt. Tani është momenti që unë ta hedh të gjithin në qesën e kuzhinës. Atëherë, për të na ndihmuar, kemi marrë këtë gotën e lartë, mund të merrni një kavanoz ose një kam të madhe uji, e vendosni qesën kështu, e hapim, dhe tani do ta mbushim. Lug. Janë fiks si ato biskotat integrale nëse keni bler nëpër dyqane, supermarketa, por kuptohet që këtu e dini vetë shumë mirë se çfarë keni futur brenda, shumë herë më të ushqyeshme dhe më të sigurta. Ja pra. Unë kam fiksimin që t'i pastroj mirë tasat. Nuk dua të shpërderoj as edhe 1 miligram. Okej, e ngrem kështu. Hopla. Ja pra. Qesja jonë e kuzhinës u mbush dhe tani nga këtu do ushtrojmë presion me dorë dhe do i vendosim aty. Ja biskota e parë. Mos u merakosni për forma perfekte, pse? Sepse në fund të fundit unë them që shija ka rëndësi. Atëre, duke qenë se janë shumë të holla dhe ka pak brum, domethënë, do të rrinë shumë pak në furrë sepse rrezikojnë të digjen, kështu që 10 minuta maksimumi në 160-170 gradë. Gjithsesi, juve kontrollojeni her pas here, hidhini një sy, mos i harroni në furrë. Koha mbaroi. 10 minuta, as 1 minutë më tepër, sepse këto biskota digjen shumë lehtë. Atëherë, vendosim dorezën, nxjerrim nga furra. Ja pra ku janë. Shkëputen kollaj edhe nga letra e furrës dhe e mira është që të qëndrojnë pak, të mos i prekni që tani, domethënë me një herë pasi të dalin nga furra, pse? Sepse prishet forma e tyre, thyen lehtësisht. Duke qëndruar pak, duke u ftohur, ato ngurtësohen pak më tepër dhe janë gati për të konsumuar dhe për të transportuar në një pjatën, në pjatën e servirjes. Dukeshin shumë të vogla në fillim, por në fakt, shiko u fryn, dhe në fund të fundit, më mirë të vogla se sa të egzagjerojmë, me qënë se këto ditë do të gatuani gjithë farë lloj gjërash, shumë e shumicë ëmbëlsira, mirë është që të hani nga pak, kështu që është një porcion
Porcioni duhur. Kjo ishte edhe receta për sot. Biskota integrale me mjalt. Janë shumë të shëndetshme, jo dhe aq të ëmbla, sepse në vend të sheqerit kemi vetëm 3 lugë mjalt. Janë super të shëndetshme dhe super të shijshme. Ju bëfshin mirë.